Ekipet e EVN sot kanë qëndruar në lagjen Drenovec, ku kanë kryer kontrole të ormacëve në këtë lagje. Banorët e kësaj lagje ankohen se ata janë pagues të rregullt të energjisë elektrike dhe faturat e tyre janë marramense edhe pse ato ngrohen me dru. Banorët thonë se ormacët janë në rrugë dhe ata nuk mund të marrin përgjegjësi se çka ndodh me ormacët e tyre, pasi që sipas tyre vetë ekipet e EVN-s i kryen kontrollet mbi këto ormacës. Ndërsa nga ana tjetër, sipas dhënëses së EVN Maqedonia, Vlera Gjakova, EVN kryen kontrolle të rregullta në vende ku ka mbi ngarkesë. Sipas informacioneve të njësisë rajonale të EVN-s në Tetov, në vendbanimet e Drenovecit sot ka pasur kontrolle të rregullta të trafostacioneve, të cilat bëhen kur rrjeti i energjisë elektrike është i mbi ngarkuar. Qëllimi i kyçi kontrolleve është që të ruajmë sistemin distributiv dhe të mos kemi çkyçje të furnizimit tek qytetarët që edhe rregullisht i paguajnë faturat e energjisë elektrike. Pikërisht në Drenovec është konstatuar keqpërdorim, vjedhje me energji elektrike ku është përgatitur edhe proces verbal nga ana e policisë dhe organeve kompetente, tha Gjakova.